Para të ledhët të ndershëm, kanë ardhur shumë kontekste hadithet pejgamberit Allahut se ka thonë pejgamberi Allahut me një hadith që e thotë nuk ka metën prej dunjos vetëm sa ka met këtë gotë ishte të pi pejgamberi Allahut ujë i pat met edhe një fit me pi. Vetëm sa ka met në këtë gotë ujë. E ki pati në fund shpesh e lonë. Qaj ku ta pish, e ki pati që ata është a jetë? Se në qaj gji, se nuk e di më atë për ujë, ku të se e di vlerë, qaj. E ki pati në fund që e? Qaq ka met të të pikë dë njës ju. Me një fit, shkoj. Para të dhe të ndërsh. Transmetohet nga Isa ibn Merjemit, e di që ka komentu se mbetje ngeljen e dënjës, pejgamberi Allahut në përmes gjuhës Isa ibn Merjemit ka komentu, ka thonë ndodhi ija i kametit as sikur që gruaja shtatzone që i ka mush ditët. Janë mush ditët. Ku ti mushe në muj çka bëhet? Thot prit. S'dije ta mund prit. A mund të sikur se gruaja që janë shtatzone pritet fëmija çdo rast me kap dhimbjet. E dhimbjet që cilën e kapin do të flasmina për këto dhimbta inshallah në këtë Ramazan derisa të arrijmë dhe pas Ramazani e vazhdojmë nëse ne diçka. Te ka material me vol 600 ditë pa u naol hiç. Ka material që ka nga pejgamberi Allahut para ta të cilën kanë planifikuar me fol. Për këtë arsye vëllezër të ndër, nuk ka me të pi ndodhi së kiametit dhe vetëm se gruaja e cila e ka plotësuar fëmiu në embrionin e saj ka plotësuar ditët, pritet çdo moment me kapdhimtet. E dhimbjet janë ato të cilat pejgamberi Allahu neve na ka mësuar që ne me u pregaditën, ne me u pregadit për çdo moment e mos me prit punën me të kap dhimbjet, se ku djanisin dhimbjet ndoshta së ngjen mjek afër te. Sot i kije mjekët në dispozicion. A më këtë krise lufta, atëre nuk të shirë tije, veç më kusht nëse je plagos e ranë, apo? Ose i bo për të vorët. Sot të që Allah të kije në dispozicion. Nesër, ndoshta s'kije me gjitha sot me të varros. Korona kur ke atë gjenshë, a vishin me të knuti e atme? Te e pa me dhe i shkurtu me dhe dofti kënë ishmi ka në gjamim, po na i në gjithë të jajti. Po na merë edhe neve o gjallarë mre, po te e kuptohu se kjo palavër është, kjo është biznis o gjallarë me dimor që të dhe tëro. Jep jam mara, më shpesh i thamë, shapëm lodhë mara, a i për që top tërmohet me artë të vorit tije, me të recituan, me të këndu edhe me të qenisën vorit, kurse ti faktikisht Allah se ki kuptu se kjo nuk është as pi sunetit pejgamberit Allah, as pi Ebu Hanifas, as pi Imam Malik, as pi Shafi, pi kërkujnë e s'ka. Po Kurani s'ka arë mëna për dek, mi që i të full. Ama papa sa që një halë. Që në mëra atë me për veti, mëra qitë qanë, mëra të ka me të baba gjithi. Ti që ki këshirën kër akon gjallë dhe tash po më këshirë kështë në dek. Për lotat, kurse baba në gjë e kalon 40 vetë në shpi, as një ushqim si e ka afru, as sa kujdes, as sa busqesh, as ka nejt, as hiq, ka zgjon, e tash mitët të e kojtë atë dise, ingerati, shumë be kam dasht, e di, e ki kënosh të e dasht. Ti pi dashnish më kupton se për dasht kur qish. Pra ketë kja palavër. Pra do se më ponë zorë vëllë me vdik, ani tarifët e rejsh e ka ndarë. Ma e sa pëki mos me vdik. Drasët të shezin që kaqë, që vinin që kaqë, vorë, dhemi, të shezin që kaqë, të në kuqanisi qelime, që kaqë, hatmja, që kaqë, me a paskrua dhe një me vlut, që kaqë. Para ta njoni më tregoj, tha, vdish njoni kushiri jona, ma për fat keq, tha, nuk akon i gjamije, sa që fillit. Qashtu akon? Njeri mirë, i gjamije si jo, Allah i falë. Tha mirë, po gjalli vetë, se kështë e ditë se qëfar babë e kështë e posë. A i në Zvicër, me babën e vetë, një njësët vetë të si janë taku. E kur të disë erdhe dhe gjalli. E kur janë njësër në gjallartë me ardhë, e tu lafdru babën e ti e kajki. A i baba jo të akon e vlio. A i kaj e je pare. Kaj e je pare. Tha dikur i thash ati, a penal dorën, a në zu pran vera, këto s'nallën. Tha u qëfar babë e pas da pasë, pas da di. Këtë e në palavra.
Unë publikisht mi tham, edhe sfidoj kerejt, edhe ato e dim, ama e këse shkretës s'kanë faj, pa. S'kanë faj, për ata jam nalë pak se përparë shumë i kritikojshtë.